Këto punime të mrekullueshme të mbushura me ngjyra, detaje dhe histori, janë vepër e një gruaje që meriton çdo admirim dhe respekt, një nën shqiptare, një heroin e heshtur e traditës sonë. Prej 63 vitesh, ajo punon me përkushtim të jashtëzakonshëm për të ruajtur dhe përcjell veshjet tona kombëtare nga brezi në brez. Me duart e saj të arta ka krijuar dhjetra modele, të frymëzuara nga çdo trevë shqiptare, nga Shqipëria në Kosovë, nga Maqedonia në Maltëzi. Në çdo fije që qep ka kujtesë, në çdo motiv që qëndis ka krenari. Ajo nuk ishe këto si thjesht veshje, por si pasuri shpirtërore që ne nuk duhet kur të harrojmë. Në një kohë kur globalizimi po e zbej identitetin ton, kjo nën shqiptare punon çdo ditë me zemër për të mbajtur gjallë kulturën, rrënjët dhe shpirtin ton. Të tilla gra nuk kërkojnë duar trokitje, por meritojnë të përmenden, të dokumentohen, të nderohen, sepse ajo që bën është më shumë se art, është ruajtje e trashëgimisë kombëtare. Le ta themi me zë të lartë, faleminderit nën, për gjithçka që ke bërë për ne, faleminderit që nuk lejon që kombi ynë të harroj vetveten.